Atmosferë festive, simbole shtetërore dhe emocione të forta shoqëruan kremtimin e 18 vjetorit të pavarësisë së Kosovës, një datë që konsiderohet gur themeli në rrugtimin e saj drejt ndërtimit të një shteti demokratik dhe funksional. Aktivitetet nisën me ceremoninë e ngritjes së flamurit në oborrin e qeverisë në praninë e krerëve më të lartë të institucioneve. Presidentja Vjosa Osmani e cilësoi këtë përvjetor si një moment të reflektimi kombëtar, duke kujtuar sakrificat shumëvjeçare që të çuan drejt lirisë dhe shtetësisë. Ajo theksoi se uniteti mbetet çelësi për formimin e vendit dhe përballimi i sfidave të së ardhmes. Në ceremoni morën pjesë edhe kryeministri Albin Kurti dhe drejtues të tjerë institucional. Një nga momentet më simbolike ishte parakalimi i pjesëtarëve të forcave të sigurisë së Kosovës dhe policia e Kosovës që solli një ndjesi krenarie dhe respekti për institucionet e sigurisë. Pamjet u transmetuan drejt për drejt duke mundësuar qytetarëve brenda dhe jashtë vendit të ndiqnin festimet në korale. Në seancën solemne të kuventit, Osmani kujtoi se rruga e Kosovës ka kaluar nga vuajtja në dinjitet, duke vlerësuar luftën e ushtrisë çlirimtare të Kosovës si një përpjekje të drejtë për liri. Sipas saj, përpjekjet për të njollosur atë periudhë dëmtojnë vetë themelet e paqes dhe shtetësisë. UÇK-ja është ideali më i madh që kanë ndërtuar shqiptarët ndërshekuj. Ajo është zemra e rezistencës sonë kombëtare dhe përgjigjja e një populli të shtypur ndaj një regjimi genocidal. Kjo luftë ishte gjithnjë e drejtë, gjithnjë e pastër dhe gjithnjë e domosdoshme. Së bashku me mira luftëtarë të tjerë dhe me mbështetjen e palëkundur të popullit të Kosovës, u ngritën për liri, për dinjitet dhe për të drejtën e patjetërsueshme për të jetuar të lirë në atë dheun e tyre. Mesazhe mbështetje erdhen edhe nga presidenti i Shqipërisë Bajram Begaj në fjalën e tij përpara deputetëve, ku theksoi se pavarësia e Kosovës është një realitet i pakthyeshëm dhe një arritje historike për mbarkombin shqiptar. Sot Kosova mbush 18 vjeç. Kosova është një histori e jetuar suksesi, një histori që bën krenar kombin ton dhe të gjithë ata që luftuan dhe kontribuan gjatë viteve e dekadave, por bën krenar gjithashtu edhe miqtë e partnerët tan strategjik, sidomos Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Bashkësinë Perëndimore. Në fjalën e tij, Kurti rikujtoi sakrificat e brezëve dhe theksoi se pa rezistencën paqësorë të viteve 90 dhe luftës shlirimtare nuk do të ekzistonte shteti i sotëm. Ai bëri thirrje për ruajtjen dhe forcimin e institucioneve në mënyrën më të mirë për të nderuar dëshmorët. Ndërsa kujtojmë datën e shpalljes së Republikës, brengosemi që krerë të ushtrisë shqiptare të Kosovës e të Republikës Kosovës po akuzohen padrejtësisht sepse ata guxuan të marrin armët për liri kundër shtypjes një shekullore dhe kundër një regjimi genocidal. Akuzat e prokurorisë speciale në Hag për krime kundër njerëzimit nuk qëndrojnë. Ato nuk marrin parasysh kontekstin historik e politik të luftës sonë shqirimtare, së cilës ja detyrojmë lirinë e sot. Krime kundër njerëzimit ndaj popullatës civile shqiptare ka kryer Serbia e Miloševićit. Kërcënim për përsëritjen e tyre është sot Serbia e Vučićit. Barazimi mes krerëve të UÇK-s dhe një regjimi genocidal është i paqëndrueshëm dhe i papranueshëm për ne. Kosova e shpalli pavarësinë me 17 shkurt 2008 me mbështetjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe shumicës së vendeve të Bashkimit Evropian, që atëherë vendi ka punuar për konsolidimin e shtetit ligjor, rritjen e sigurisë me mbështetjen e NATO-s dhe zgjerimin e njojeve ndërkombëtare, ndërsa vijon të përballet me sfida politike e diplomatike në rrugën e integritetit të plotë.